në një nga vendet më të veçanta të botës. A e dini çfarë ndodh këtu? Këtu digjen trupat e të vdekurve para se të shkojnë në parajs. Jam në lumin e shenjtë të Nepalit, Bakhamta nuk e di si quhet, dhe po të shihni rreth e rrotull në këtë lum, që është lumi i shenjtë hindu, është i shenjtë për gjithë hindut, në pjesën përballë digjen trupat e personave të vdekur në mënyrë që hiri i tyre të shkojë në parajs. Shifeni, të gjithë këto zjarre janë zjarre personash që po digjen në një prej tempujve më të famshëm të Nepalit dhe njëkohësisht një prej vendeve më interesante. Jam me syzet e metës në mënyrë që të mundohem të filmoj çdo gjë. Trupat vinë përmes lumit, lëshohen lum dhe ecin për gjatë lumit derisa mbrin në këtë pjesën këtu, pra në këtë zonën këtu që po shihni, që është zona e Katmandus, e kryeqytetit, ku trupat merren nga të afërmit dhe vendosen për t'u djegur. No, thank you very much, thank you. Ndërkohë që të gjithë personat këtu, se po shkëputen pak, janë njerëz që bëjnë shohin fatin për personat që vinë, kryesisht turistët, por edhe për nepalezët, ndërsa përballë është një nga tempujt më të rrallë dhe më të veçantë të gjithë Nepalit. Kjo është ura e vdekjes, ura mbi të cilën kalojnë njerëzit nga njëra anë tjetrën, ndërkohë përballë është kolonia e vjetër e hipive të viteve 70 që e konsideronin Nepalin kryeqytetin e hipive në të gjithë botën. Jam duke u ngjitur në pjesën e urës. Kjo është ura. Shifeni. Nepali është një nga vendet më të shenjta budiste. Këtu do shihni edhe procedurën e djegjes më nga afër. Ndyra shihni edhe trupat e të vdekurve vidh dhe vendosen në këtë pjesë. Tani është ceremonia e djegjes së një trupi. Shifeni, trupi vjen aty dhe më pas digjet në këtë pjesën këtu. Është e gjitha një gjë surreale, ta janë të afërmit që po presin. Shifeni, është një ceremoni, do t'ja tregoj sërish ceremoninë në këtë moment. Një nga ceremonitë unike në botë, ndodh vetëm këtu, në lumin Bakthan në Nepal. Shiheni trupin e një gruaje, e cila, gruaja ose burri tani nuk e di që mos të them, që është duke u kryer ceremonia e djegjes. Është lumi përmes të cilit vijnë trupat e personave që kanë ndruar jetë dhe mbasi mblidhen në këtë zonë këtu, dërgohen për t'u djegur. Digjen eksaktësisht siç po e shihni në këtë videon këtu. Pra kjo është djegja e një trupi, ndërkohë digjen në këtë zonën këtu, sepse djegja në lumin e shenjtë hindu supozohet që i çon ata më shpejt drejt parajsës. Këtu janë të afërmit e personit që ka ndruar jetë, ndërkohë shifeni dhe të gjithë ceremoninë që po zhvillohet në anën tjetër. Historia ose zakoni i kësaj pjese të Nepalit është eksaktësisht ky. Pra, çdo njeri që ndron jetë, që të shkojë më shpejt në parajs, vjen përmes këtij lumi duke lundruar, pra trupi vendoset atje, shiheni se si po e lagin me ujë, pra po mundohen ta lagin me ujë trupin, me ujin e shenjtë të lumit Bakthan, dhe më pas kryhet e gjithë ceremonia. Pra shiheni se si është momenti është një nga ceremonitë më të rralla dhe më të veçanta të gjithë botës hindu, kryhet vetëm këtu. Ndërkohë, ky është tempulli i famshëm, po të vini re edhe në pjesën tjetër janë duke ardhur persona të tjerë, një trup sapo është përgatitur të digjet në këtë zonën këtu. Është një ceremoni unike që nuk gjendet askund tjetër në botë. Nga Katmandu, Nepal, Bakthan River, në një nga zonat më të veçanta më unike, ndërsa kjo pjesë këtej është kolonia e po e quaj e pjesës hipistëve të viteve 70 të cilët vendosen që Nepali të kthehej në një kryeqytet, Katmanduja, të hipizmit botëror. Të hipive, jo hipizmit sigur, hipive. Kjo është pjesë, ndërkohë që thash ky është lumi më i shenjtë. Trupi vjen aty, digjet në këtë pjesë dhe hiri hidhet në lum për të vazhduar më tutje. Nga pjesa e lumit Bakthan tani mund mos ta shqiptoj mirë në Nepal.
This river is considered to be very sacred for Hinduism. Yes, I know. So burning them here is a sign that they would go straight away to heaven. Direct to heaven. Yeah. Thank you very much. Pleasure's all Thank mine. you. Where are you from, by the way? Albania. 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 It's a beautiful country. Oh, absolutely. Beautiful sea. Yeah. Have a nice day. Thank you. Tempulli të vdekurve edhe lumi shenjtë. Njerëzit i këndojnë të vdekurve para se t'i djegin për t'i çuar në parajs. Edhe zjarri po përgatitet, edhe tafërmit e tyre. Ky është lumi i shenjtë i Hindus dhe Katmandus dhe ky është tempulli i famshëm i të vdekurve. Lumi Bakan, lumi i shenjtë. Shifeni se si trupat i përgatisin për t'i djegur në këtë vendin këtu dhe hirin e tyre e hedhin në lum. Këtu është tempulli i famshëm. Shifeni. Hiri duhet vazhdojë nëpër këtë lum. Ja dhe një ceremoni varrimi, janë persona dhe personit të afër që përgatiten të bëjnë nisjen. Edhe lopa e shenjtë tek indianët që është këtu. Të gjithë më pyesin pse lopët janë kaq të shenjta në kulturën hindu. Ky është një dem i cili ndodhet në vendin më të shenjtë të Nepalit, në Katmandu, ishte i ulur deri tani, qëndron bashkë me njerëzit. Askush nuk e prek, makinat në rrugë ndalojnë, sepse në kulturën indiane lopa është e shenjtë. Nuk e di nga vjen, nuk e di cila është prejardhja e saj, por lopa është një prej gjërave më të shenjta, që askush nuk e prek, qëndron aty ku qëndrojnë njerëzit dhe makinat thash në rrugë ndalojnë për të mos bezdisur ato. Ndërkohë, jam në një nga zonat më të veçanta të Katmandus, përballë tempullit të vdekjes, ku njerëzit që ndrojnë jetë, digjen për të dërguar në parajs, për të shkuar më shpejt në parajs. Rreth e rrotull pastaj është e gjitha zona e shenjtë e lumit Bak Farda, tash emrin mund ta kem pak gabim, ndërkohë që në këtë drejtim është kolonia e hipistëve të viteve 70, kryesisht europian, që erdhën për të ndërtuar në Katmandu një koloni të një bote ndryshe nga ajo e botës Europës viteve 70. Lopa Demi vazhdon të qëndrojë këtu, duke qenë një prej gjërave më të shenjta indiane. S'po guxoj ta prek se ndoshta mund të rënoj traditën e tyre, mund të bëj një gabim në traditën e tyre. Shiheni, i gjeni kudo nëpër pjesën në kulturën hindu.